Ja ku jemi përsëri bashkë të dashur shikues, tani është koha për bisedë. Kam kënaqësinë të mirëpres Lulzim Hotin, drejtor në Qendrën Kulturore Shtat Arte. Me të do të flasim shumë çka rreth kësaj qendre kulturore, por që fillimisht unë po ju uroj mirëseardhje. Përshëndetje Lulzim, faleminderit shumë që erdhët sot në Ekspres dhe fizikisht kështu. Faleminderit Liam, mirë se gjeta dhe shpresoj që do të kalojmë një kohë me informata të rëndësishme për dëgjuesit. Sigurisht. Pra Lulzim, Qendra Alternative Kulturore Shtat Arte vazhdon të sjellë programe pra të pasura me aktivitete për të rinj pra nga Mitrovica. Na trego pak a shumë si po i presin ata këto ngjarje që ju po i organizoni. Po me që kemi pas dimrin, pastaj derisa mbari muji Ramazanit, kemi pas aktivitete të vazhdueshme, mirë po që nga e diela kaluar kemi filluar me aktivitete kulturore duke theksu programe muzikore, si që ishte Bibi Poçi, i cili prit mjaft mirë nga audienca e të trimit që dëgjoj muzikë rock dhe që patën rastin të fillojmë këtë sezon me një muzikë të tillë. Në anën tjetër edhe kemi aktivitete tjera të programit edukativ, pastaj programe tjera promovuese, kështu që si fillim besoj që kemi nisë mirë e mbarë. Po, para pak ditësh pra edhe keni bërë gati terasën Shtat Arte, ka pasur muzikë mirë në Rrezët Diellit, po besoj që e keni startuar pak a shumë edhe sezonin e verës, po besoj jeni bërë gati edhe për këtë pjesë, apo jo, cilat janë ndoshta edhe planet që ju presin tash muajt në vijim. Po, në atë hapësirë që njëtë si Qendër Kulturore Shtat Arte, shpejti do të fillojmë të hapim gjatë një orari më gjatë, se sa që kemi pas më herët, do të jetë një hapësirë dedikuar vetëm për aktivitete kulturore, qoftë evente, qoftë si vend takim apo një coworking space, ndërsa në anën tjetër ne kemi filluar edhe përgatitjen me mbi terase kemi një kopsht, një lloj barshe, kemi filluar me mbjelljen e fidane ndryshme, me mbjelljen e bimëve ndryshme që po besoj komi shtu vlera akoma më shumë kësaj hapësire. Po, punë e madhe bëhet po ashtu edhe në Shtat Arte Academy, duhet di pak a shumë edhe për punën që po bëhet atje, dhe cili është qëllimi kryesor i kësaj akademie? Po, objekti i ri ose një hapësirë e re që kemi marrë në shfrytëzim, quhet Shtat Arte Academy, edhe si e tillë ka për qëllim që t'i aftësoj të rit në njohuritë ndryshme kreative, teknike, me qëllim që të zgjedhin në njëjtën kohë dhe problemet sociale apo mjedisore me çështjen e tyre kreative. Do thotë të rit përveç që mësojnë poezojnë dizajnin grafik, ata në kuadër të mësimit do të vinë edhe me ide, koncepte, qoftë për kampanja vëdësuese mbi çështje mjedisore, qoftë edhe ndonjë startup biznes që lidhet me çështje mjedisore apo çështje që ka të bëjë një farë eco-friendly në aspektin e temës që trajtojnë. Kështu që është një gërshetim i kulturës dhe artit me çështjet mjedisore dhe sociale që na rrethojnë. Do thotë, kjo ka filluar vitin e kaluar dhe deri tash kemi pas, mund të them lirisht, rreth 150 studentë që kanë kaluar kështu në kurse ndryshme, edhe po pritet shumë mirë nga se po sjellim edhe trajner ose mentor të profesional që tash më njihen në skenën e kulturës, po sjellim kreativitet dhe çështje të reja ose lëndë mësimore të veçanta që janë po ashtu atraktive për të rit. Edhe në këtë formë po besoj që po funksionon mirë dhe çdo herë po kemi studentë të rinj që po marrin pjesë. Po si viti dytë, po besoj që po vret dhe interesimi i të rinjve, po ka interesim apo jo edhe për kësi lloj ngjarjesh? Po, lënd të theksoj që së fundmi kemi filluar me mentorin, këtë rast producentin Erol Bilbani, që është nga Dokufesti, që të kemi ofruar klasë mësimore mbi filmbërjen me fokus në filma dokumentar që trajtojnë çështjet mjedisore. Kështu që së shpejti jemi në finalizim sipër të 3 filmave të shkurtë dokumentar, të cilët janë realizuar nga studentët e rinj, pjesëmarrësit e këtij workshopi, e që kanë qenë në mentorimin e Erolit. Kështu që përveç kësaj ne kemi edhe një kurs të radhës që është duke vijuar së fundmi, ka të bëjë me storytelling ose rrëfimi përmes fotografisë, të cilën është duke ofruar Ferdi Limani, një fotograf i njohur, i cili po ashtu ka tërhequr një grup të rinj të pasionant fotografisë, të cilët dita ditës janë duke ndërtuar projekte të tyre fotografike, e që së shpejti pastaj mund të bëjnë një ekspozitë, qoftë në kuadër të festivalit Green Fest apo në forma tjera. Qendra Kulturore Shtat Arte pra ka në fokus ngjarjet që kanë të bëjnë me letërsinë, muzikën, mbrojtjen e ambientit, po tashmë hapësirë po jepni edhe filmave në përgjithësi. Po besoj që kjo është një gjë mjaft e rëndësishme
edhe për qendrën, por edhe për gjithë ata që janë të interesuar? Po, ne si organizatë që nga fillimet e hershme, që nga viti 2006, kemi fillu me filmin, zakonisht duke mbështetur artistë të rinj, skenaristë të rinj, edhe kemi përmbuar në nivel evropian. Kështu që besoj që vetëm është një vazhdimsi e asaj pune që kemi bërë më herët, ndërsa në këtë rast programi edukativ që po ofrojmë gërshetohet me Qendrën e Kulturës, nga se gjithë ata që mësohen ose aftësohen në një fushë caktuar, ne japim hapësirën për promovim në Qendrën Kulturore Shtatare. Është një gërshetim i dy programeve dhe në këtë formë i qëndrojmë besnik akoma vizionit tonë që të promovojmë artistë të ri të Kosovës duke ofruar platforma, hapësira promovuese dhe rrjedhime. Ajo është e rëndësishme në fakt, po. Ndërkaq festivalit që ju drejtoni, Green Fest, këtë vit rikthehet me edicionin e 15 dhe mbahet nga 13 deri më 17 gusht. Si po shkojnë përgatitjet në këtë aspekt edhe për këtë edicion që po vjen? Me 21 prill të këtij muaji, do të me ditën e tokës, ne kemi dalë enkas me datën e festivalit që i bie nga 13 deri 17, do të jetë thuajse një javë plot me aktivitete kulturore që promovojnë çështjet në njëjtën kohë, një çështjet mjedisore të Kosovës me fokus në Mitrovic, edhe përgatitjet që duke shkuar mirë nga se kemi një koncept qartë, do të trajtojmë problemet që kanë bëjnë me zhvillimet që ndodhin në tokë, në dheun edhe në mjediset tona që afektojnë ndotjen e dheut, edhe pastaj si temë do të trajtojmë dalin në tema të ndryshme, mjedisore, të cilat çdo, si që thash më herët, do të trajtohen me forma kreative dhe artistike. Po e zëm edhe filma dokumentar që veç janë duke finalizuar, edhe fotografit, të gjithat e trajtojnë thuajse këtë temë të festivalit, dhe pastaj të gjitha kanalizohen edhe promovohen në festival. Ta kujtojmë edhe një ngjarje mjaft rëndësishme, pra është ngjarja e promovimit të librit Jugoslavia u shem në Trepç nga Ana Dilelio. Ngjarje kjo e moderuar nga vetë ju, po sa janë të rëndësishme këto ngjarje për vendin tonë? Po, zonja Ana Dilelio është e njohur si publiciste, shkrimtare edhe si e tillë në ka kontaktuar që është 2 vite më parë kur ka filluar me bë këtë libër, edhe ka marrë informata rreth punës që kemi bërë më herët, nga se ne si organizat i kushtojmë rëndësi po ashtu dhe kujtesës minatorëve. Me që ras 2 vite më parë kemi realizuar një seri të botimeve të librave me 100 rrëfime të ish-punëtorëve të Trepçës, kështu që zonja Dilelio ka arrit të marrë këto burime, disa nga to, citate që ta pasuroj po ashtu storin e saj në librin e saj. Edhe si tillë na ka kthyer nderën në një promovim të librit të saj në hapësirat tona. Normalisht që ne çmojmë shumë punën që kam bërë kurse që ka është marrë me Trepçën, po gjithsesi pa ndihmën edhe të vetë Trepçës dhe të minatorëve të Trepçës, ne do të kishim dalë me i zbërthy edhe me trajtu këto botime edhe me promovu si të tilla. Kështu që ne si organizat jemi dita ditës duke punuar po ashtu në promovimin e trashëgimisë industriale të Trepçës, edhe në të kohë jemi duke parë mundësi që të avokojmë në nivel qendror ose nacional tek institucionet relevante që të fillot mbrojtja edhe trajtimi ose konservimi disa hapësirave dhe objekteve që kanë peshë historike të trashëgimisë industriale të Trepçës. Nga se Trepça së shpejti, ndoshta për 2-3 vite, i bën 100 vite histori, kështu që për neve ka një rëndësi të veçantë. Po e dim që të drejtohet pra një qendër e tillë që në vetvete ka dhe aktivitete të ndryshme, nuk është fort e lehtë. A keni edhe përkraje nga institucionet, por edhe në përgjithësi nga bashkëpunëtorët tuaj? Padyshim ne së fundmi kemi një projekt përbashkët me disa organizata mjedisore të cilat mbështeten nga Fondacioni CDF në Prishtinë, e të cilat po ashtu mbështeten nga ambasada suedeze përmes programit Syre Sida. Ne falë këtij partneriteti normalisht që arrim që për disa vite me radhë në vijim do të kemi projekte që ngrisin kapacitetet edhe tonat si organizat, po edhe si rjet provojmë që të ngrisim çështjet mjedisore në nivel kombëtar sa më shumë që mundemi. Kështu që pa mbështetjen e këtyre normalisht që edhe ne si organizat do ta kishim më vështirë. Në anën tjetër kemi bashkëpunim edhe me Trepçën si ndërmarrje, edhe me gjithë partnerët qoftë ata komunal edhe nacional në nivel qendror. Nga njëherë kemi mbështetje, nga njëherë nuk kemi, po megjithatë ne çdo herë gjejmë mënyra dhe rrugdalje se si të mjetojmë, nga se shtat arte tashmë i bën në maj 19 vite, edhe kjo lën të kuptoj që ka një qëndrueshmëri edhe ka një përvojë mbrapa saj, gjë që s'na bën të kemi frikë. Dhe vullneti, po besoj nuk mungon për të vazhduar përpara dhe për të punuar. Padyshim, pa një vullnet, pa një pasion, besoj që si kishim bënë në vetë në këtë skenë.
Faleminderit zoti Hoti shumë që ishit me ne sot. Erdhët nga Mitrovica drejt këtu, kështu që faleminderit shumë që ndahet kohën tuaj për të qenë këtu dhe për të ndarë këto informacione shumë të rëndësishme për publikun. Ju faleminderit të juve për ftesën dhe për bashkëpunimin dhe hapësirën që na japni për me njoftu qytetarët mbi këto zhvillime. Është kënaqësi për ne.